Megjithëse është ndaluar sigurisht edhe me ligj që peshkimi në brendësitë e gjirit të Vlorës me rjeta duhet të jetë në mënyrë kategorike i ndaluar, për shkak se shumë afër bregut, shumë prej peshqve apo gjallësave ujore edhin edhe vezët ku më pas shumojnë dhe japin gjallëri ekosistemit. Por ky fenomen sigurisht që vazhdon në Vlorë, duke vrarë ekosistemin dhe duke bërë që sasia dhe cilësia mbi gjitha e peshku që gjenden në brigjet e Vlorës të bjerë ndjeshëm nga viti në vit, ku fajtor sigurisht janë edhe ata të cilët çdo ditë punojnë në këtë sektor. Sipas ligjeve në fuqi, në legjislacionin e Shqipërisë, krahas peshkimit me dinamit, është ndalur që në brendësitë e gjirit të Vlorës, madje në afërsitë të bregut, të mund të peshkohet me rjeta, por pavarësisht të tilla kufizimeve, shumë mjete peshkimi çdo ditë kryejnë aktivitetin e tyre në afërsitë të bregdetit, në kundërshtim me këtë rregull. Rjetat të cilat ata hedhin krahas peshkut, në to bien edhe peshq, të cilët afrohen në afërsitë të bregut për të hedhur vezët, për të shumuar. Gjithashtu shkatërrohen habitatet të cilat kanë krijuar këta të fundit për të lëshuar vezët apo për të jetuar, pasi rjetat shkojnë deri në fund të detit, në thellësi të ulët, duke marrë me vete çdo gjë. Madje në rjeta bien edhe peshq mjaft të vegjël, të cilët sapo kanë nisur lundrimin e tyre, që janë vjushmëria e llojeve të ndryshme të peshkut në bregdet. Në Vlorë ka edhe raste kur peshkatarët e qytetit futen në det në thellësi minimale me këmbë nga bregu dhe nisin aty të hedhin rjetat duke peshkuar, krijojnë atë që njihet si rrethimi me rjeta, duke kapur peshkun që rri në thellësi minimale, apo edhe atë që është në fazë shumimi, duke vrarë në këtë mënyrë ekosistemin. Kjo praktikë e gabuar peshkimi vjon prej vitesh, pavarësisht se nga ana tjetër prej vitesh është ndaluar. Jo vetëm kaq, por kultivohet edhe tek brezat e rinj të peshkatarëve të Vlorës, të cilët e aplikojnë këtë profesion. Ka raste në Vlorë ku edhe peshkimi i palishëm vjon, ku nuk evitohen rastet e peshkimit me dinamit, por ky lloj peshkimi kryhet në thellësi, në zona shkëmbore të fshehura, jashtë vëzhgimit, mbi këshyrjes së policisë dhe forcave detare. Gjurmët e peshkimit me dinamit evidentohen çdo ditë edhe më tepër nga shumë peshq të ngordhur që dalin në bregdet. Madje edhe policia e Vlorës ka evidentuar shumë raste të peshkimit me dinamit, ku kemi edhe disa të ndaluar. Këto praktika të peshkimit kryen për të kapur sa më shumë peshk dhe për të nxjerrë më tepër fitime, por harohet shpeshherë edhe me dashje fakti se dëmtohet ekosistemi. Dëmtohet vjushmëria e peshkut. Ky lloj peshkimi brenda gjirit të Vlorës i palishëm afër bregut, si dhe me dinamit, po dëmton gjithmonë dhe më shumë sektorin e peshkimit, ku numri peshqve në detin Jon dhe Adriatik është ulur ndjeshëm. Ky fenomen është vënë re edhe nga vetë peshkatarët, të cilët krahas vjushmërisë të peshkimit të palishëm, konstatojnë se çdo vit dhe më tepër po kapin më pak peshq.